الرحمن الرحيم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kush agjiron Ramazanin me bindje dhe me sinqeritet se Allah do ta fal atë, pra se Allah do t'ia fal gjitha mëkatet atij, sepse inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Allah thot në Kur'an, unë jam shefali shumë. Prandaj Allahu është falës e don faljen. Andaj kërkoni shpesh falje dhe bini istighfar, sidomos në këto 10 ditë të muajit të bekuar të Ramazanit, të 10 ditë fundit, që kanë mbetur 10 pak ditë dhe po na afron edhe fitër Bajrami. Pra, edhe kemi duke kërkuar pra në netët tek natën e Kadrit, që është Lejletul Mubarak. Prandaj, gjitha këto të mira dhe nimetet e Allahut që i kemi për rreth dhe që i shohim këtu, pra janë gjitha të mira të Zotit që Allah i ka dhënë të trujet tona shqiptare. Gjitha këto shërbimin tonë, gjitha këto mirësi të Allahit, andaj t'jeni falendërues dhe thoni elhamdulillah për çdo të mirë që Allahu ja ka dhënë, e sidomos në këtë muaj të bekuar që është muaji Ramazan dhe që po na shkon dita ditës deri në përfundim të tij. Andaj lutem Allahun me emrat e tij më të bukur që të na bashkojnë në punë të mira. Selam aleikum.